Në këto 35 vite, shqiptarët kanë vuajtur nga mungesa e thellë e drejtësisë dhe është fakt që shumica e tyre nuk kanë mundur të marrin pronat e tyre, kanë qenë gjithmonë të goditur nga pushteti arbitrar për të zhvilluar aktivitetet në jetën e përditshme. E në fakt, liria ekonomike është bërë selektive sepse qeveria vendosë këtë vend se kush duhet ja dalë edhe kush jo. Kush fiton dhe kush duhet dështoj. Shpesh është thënë këtu, po edhe jashtë, që po kthehemi në një republikë prokurorësh, dhe në fakt unë mendoj që po të ishte kështu do ishte mirë, sepse problemi më i madh i kësaj shoqërie, i këtij vendi, mbetet pa ndëshkueshmëria. Çfarëdo që bënë njerëzit me pushtet, askush nuk preke. Të nderuar koleg, unë nuk jam nga ata që mendoj se ne duhet të mohojmë punën e SPAK-ut, sepse ky institucion ka goditur individ me pushtet dhe sot gëzon mbështetjen e shumicës së shqiptarëve. Por nuk mendoj se kjo mjafton, sepse SPAK u ngrit për të ndëshkuar nivelet më të larta të korrupsionit. Dhe nëse arrestohen ministra pranë kryeministrit, por vetë kryeministri mbetet i paprekur, kjo nuk është drejtësi. Unë dua t'i inkurajoj prokurorët e SPAK-ut dhe u them që mos u tremni nga kërcënimet politike dhe mos u ndini të kërcënuar kur kryeministri u thot mos guxoni të prekni telefonin tim. Sepse ky është një mision historik që ju të vendosni para drejtësisë këdo, pavarësisht se kryeministri mund të urdhërojë qindra në punës të urrethoj godinën e të bëj presion për punën tuaj. Por sot jemi ende larg një shoqërie me drejtësi, sepse qytetari nuk ndihet i mbrojtur nga ligji apo nga institucionet. Edhe mjafton të përmendim edhe disa shembuj. Një ditë, ministri i Brendshme dhe drejtori i policisë urdhëruan sekuestrimin e mira monopatinave elektrike. Për këtë nuk ishte as ligj, as rregullore. Tani cili është krimi një njeriu që ble një monopatin me kredi për të shkuar në punë, për të shmangur trafikun edhe për të kursyer ca para në fund të muajit. As si krim. Por as si prokuror nuk pati guxim që të hapi një çështje ndaj kësaj. E njëjta gjë dhe me fushatën e prishjeve të ndërtimeve me leje apo pa leje, sepse këtë standard ka vendosur të bëjë kryeministri. Tani unë shpresoj që prokurorët jenë më kurajoz e të dalin në krah një shoqërie që sot po ulëret për kërkesë drejtësie. Dhe së fundmi, unë mendoj që ajo që ka arritur SPAK deri tani duhet vlerësuar dhe duhet inkurajuar. Ky parlament duhet garantoj shansin që prokurorët të rikandidojnë, sepse shumica e tyre, jo të gjithë sigurisht, janë një aset dhe e meritojnë mundësinë për të shërbyer sërish pas 3 vitesh. Faleminderit. Zoti kryetar, nuk kishte asgjë parlamentare me votimin që sapo ju bët këtu. Mjafton të krahasosh dy draftet, janë të dyja krejt të ndryshme, edhe pse janë komisionet të posaçme. Unë nuk e di nga e keni marrë këtë praktik nga cili vend evropian. Dhe për më tepër, përmes se 1 javë ose 10 ditë, draftet janë ndryshuar nga 2-3 herë në mungesë transparence dhe janë hedhur në media sikur po bëhet në një pazar politik. Zoti kryetar, ju duhet ta kishë ndaluar këtë gjë. Në qoftë se do bësh një komision i vërtet, duhet që çdo parti politike që ka garuar në zgjedhje dhe ka marrë votën e shqiptarëve e ka të drejtë të jetë në komision. Nuk mund caktoni ju të drejtën. Nuk po thot njëri shumica pakisa, por vendin në komision ja kanë dhënë shqiptarët, nuk mund t'ja jepni ju. Mjafton të kujtoj, zoti kryetar, që 3 parti të reja në këtë parlament, edhe pse kanë 4 mandate, përfaqësojnë votën e 10% të shqiptarëve. Dhe keni përjashtuar nga çdo lloj konsultimi apo vendimarrje. Mjafton të marrë dhe një fakt tjetër. Ka me 10 delegacione parlamentare ky parlament me shumë vende dhe institucione. Asnjë deputet i ri nuk është antar në to, edhe pse përfaqësojnë votën e 10% të shqiptarëve. E pra kjo është pazar. Ndaj, zoti kryetar, ky është një shans i humbur, aq më tepër kur kreu i majorancës ka kërcënuar këtë parlament dhe demokracinë tonë duke thënë që duhet shkojnë në 100 mandate. Zoti kryetar, është e qartë që po shkojmë drejt një skenari që kemi bërë këto 9 javë, 9 seanca. Doni ta mbyllni dhe të mos lejoni të bëhen raportime siç ka ndodhur në seancat e tjera. Pra kjo është e qartë. Tani që majoranca ka siklet që kreu i prokurorisë të posaçme Dumani të vi sot këtu, kjo është e qartë, sepse që do e pyesim zoti Dumani se ç'po ndodh me zëvendës kryeministren, kjo është e qartë. Por të paktën, nëse doni ta mbylleni, edhe na e kurseni tani këto zgjatje pafund. Unë dua t'i inkurajoj prokurorët e SPAK-ut dhe u them që mos u tremni nga kërcënimet politike dhe mos u ndini të kërcënuar kur kryeministri u thot mos guxoni të prekni telefonin tim. Sepse ky është një mision historik që ju të vendosni para drejtësisë këdo, pavarësisht se kryeministri mund të urdhërojë qindra në punës të urrethoj godinën e të bëj presion për punën tuaj.